Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës dhe qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Ju ftojmë në këto momente të lutim së bashku mbrëmsorën. Sot është e premte dhe jemi në javën e tretë të kohës së Pashkës, kurse psalmet i marrim nga java e tretë e psalterit. O hymë eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, mbretja mshueshëm, gjithmonë me atin bir, sipas shëmbullesës sate, njeriun Adam e krijove. Që e kish mashtruar djalli, armiku i njerëzimit, trajtën e tij të trupit nga virgjra e more. Që të na bashkosh me hyjin në bashkëjetesë të mishit, në pagzim do të na japësh shërbues mëshirë e falje. Të marrësh kryqin u dënjove për të shërbyer njerëzve, ti gjakun të ndhurove, çmim për shpëtimin ton. Ti u ngjalle duke marrë lavdinë e caktuar nga Ati, në për ty ne besojmë me përkushtim të ngjallemi. Qofsh për herë gëzimi i pashkëve për mendje tona, o Jezus, dhe ne me hir i lindur, na mblidh në ngadhnimet e tua. Ty, Jezus, të qoft lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me Atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Unë jam Zoti që të shpëton, unë shëlbuesi yt, aleluja. Psalmi 135, pjesa e parë. Lavdërojeni Zotin që bën mrekulli. Lëvdojeni emrin e Zotit, lëvdojeni ju shërbëtorët e Zotit, që qëndroni në shtëpinë e Zotit, në oborret e shtëpisë së hyjit ton. Lavdëroni Zotin sepse i mirë është Zoti, këndoni emrit të tij sepse është i ëmbël, sepse Zoti e zgjodhi Jakobin për vete, Izraelin për pronën e vet. Unë e di mirë se i madh është Zoti, hyji ynë është mbi gjithë hyjt. Gjithçka do Zoti bën në qiell e në tokë, në det e në të gjitha humnerat. Bën të mblidhen ret prej skajeve të tokës, me vetë të tima e prodhon shiun, erën e nxjerr nga vendet e strehimit. Ai Egjiptit ja mbyti të paralindurit, si të njerëzve ashtu edhe të bagtive. Bëri shenja e mrekulli midis teje, o Egjipt, kundër faraonit e të gjithë shërbëtorëve të tij. Shfarosi një numër të madh paganësh. Vrau sa mbretër të fortë, Sehonin mbretin e Amorrejve, Eogun mbretin e Basanit, i roposi të gjitha mbretërit e Kanaanit. E tokën, pronën e tyre, i dha Izraelit, popullit e vet për trashëgim. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Unë jam Zoti që të shpëton, unë shëlbuesi yt. Aleluja. Antifona 2. Bekuar qoftë mbretëria që vjen, qoftë bekuar i biri i Davidit. Aleluja. Psalmi 135, pjesa 2. Vetëm Zoti është i madh dhe i mshuar. O Zot, emri yt është i madhërueshëm. Kujtimi yt, o Zot, prej breznie në brezni. Zoti e mbron popullin e vet, ka mëshirë për shërbëtorët e vet. Idhujt e paganëve janë are argjend, prodhim i duarve të njerëzve. E kanë gojën por nuk flasin, i kanë syt por nuk shohin. I kanë veshët por s'dëgjojnë, as nuk kanë frym në gojën e tyre, por si ata do të jenë edhe ata që i punuan, të gjithë ata që shpresojnë në ta. Shtëpia e Izraelit bekoi Zotin, shtëpia e Aronit bekoi Zotin, shtëpia e Levit bekoi Zotin. Bekojeni Zotin të gjithë ju që e druani Zotin. Nga Sioni qoftë bekuar Zoti, që banon në Jeruzalem. Aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt.
si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Bekuar qoftë mbretëria që vjen, qoftë i bekuar i biri i Davidit. Aleluja. Antifona 3. Ti këndojmë Zotit, sepse ai është më të vërtet i madhërueshëm. Aleluja. Këngë nga kraso librin e zbulesës, kapitulli 15, himn adhurimi dhe lavdi. Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, o Zot, hyj o i gjithë pushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Kush të mos të druaj ty, o Zot, dhe kush të mos e lavdëroj emrin tënd. Ti i vetmi je shenjti, Të gjitha kombet do të vinë edhe do të adhurojnë para teje. sepse gjygjet e tua u dëftuan të drejta. Lavdiatet e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ti këndojmë Zotit, sepse ai është me të vërtet i madhërueshëm. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Hebrejve kapitulli 5. Krishti, megjithse ishte bir, mësoi nga ato që psoi të jetë i dëgjueshëm dhe pasi e fitoi përsosmërinë për të gjithë ata që e dëgjojnë, u bë shkaku i shëlbimit të amshuar, i shpallur prej hyjit kryeprift në mënyrë të Melkizedekut. Përgjigja e shkurtër. O Krisht, biri hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne. Aleluja, aleluja. O Krisht, biri i hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne. Aleluja, aleluja. Ti u ngjalle prej së vdekurish. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. O Krisht, biri i hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne. Aleluja, aleluja. Kënga ungjëllore Magnificat. Antifona. Krishti që ishte i kryqëzuar u ngjall prej së vdekuri. Ai na liroi. Aleluja. Kënga Vjergjës së lume sipas Lukës ungjëlltar kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjt është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni. për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej fronave të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin shtëhan. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tan. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatet e birit e shpirtit shejt. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Krishti që ishte i kryqëzuar, u ngjall prej së vdekuri, ai na liroi. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Ta lavdërojmë Krishtin, udhën të vërtetën dhe jetën, dhe t'ja drejtojmë lutjen tonë të flakt. Biri i Zotit të gjallë, bekoje popullin tënd. Ne po të lutemi për barin të kishës sate, bëj që duke thyer bukën e jetës, të rritën në dashuri. Biri i Zotit të gjallë, bekoje popullin tënd. Ne po të lutemi për popullin e Krishter, bëj që të jetoj në përputhje me thirrjen e vet dhe ta ruaj unitetin në lidhje të paqes. Biri i Zotit të gjallë, bekoje popullin tënd.
Ne po të lutemi për ligjdhënës dhe qeveritar, bëj që të përparojnë të drejtën dhe vllazërimin e të gjithë njerëzve. Biri i Zotit të gjallë, bekoje popullin tënd. Ne po të lutemi për vëllezërit tanë të vdekur, bëj që të gëzojnë në bashkësinë e të lumturve dhe të shenjtërve të tu. Biri i Zotit të gjallë, bekoje popullin tënd. Aty që je në qiell, u shenjë troftë e emri yt. Arë mbretëria jote u bëvë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. Po të lutemi o hyj i gjithë pushtetshëm, ne që patëm fat ta dim se është ngjallur Krishti, që shpirti shejt, dhënë si dashurisë shejte, të na bëjë të jetojmë një jetë të re shenjtërie. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.